Autoritetet kosovare vijojnë të mbajnë një qëndrim të fortë kundër procesit gjyqësor që po zhvillohet ndaj ish-drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke konsideruar atë të padrejtë dhe të motivuar politikisht. Ministri i Punëve të Jashtme, Glau Konjufska, deklaroi se ky gjykim nuk i pasqyron të vërtetën historike të luftës në Kosovë, por sipas tij përpiqet ta deformojë atë. Ai theksoi se lufta UÇK-s ka qenë në përpjekje legjitime për liri dhe mbijetesë dhe jo ndërmarrje kriminale siç pretendohet nga akta akuzat. Sipas Konjufskës, i gjithë shteti dhe shoqëria kosovare qëndrojnë pas kësaj bindjeje duke mbrojtur narrativën se UÇK-ja ishte ushtri e krijuar nga populli për çlirimin e vendit. Ai u shpreh optimist se në fund të procesit gjyqësor do të dalë në pa e vërteta dhe ish-krerët do të rikthehen pranë familjeve të tyre. Kritikën tonë gjithmonë për këtë gjykatë që ishte gjykatë një etnike, gjykatë e cila fokusin e kishte padrejtësisht në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. E unë jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që lufta jonë, lufta e popullit Kosovës, ishte luftë e drejtë, ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë mbrojtëse, nuk ka qenë qëllimi i kësaj lufte sulmi i asnjë populli tjetër. Targeti vetëm i uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria serbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën genocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq, e që i mbytën mbi 12.000 qytetarë të Republikës sonë. Kundër këtyre njerëzve ishte drejtuar lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Dhe këtë të vërtet nuk ka asnjë institucion, këtë të vërtet nuk mund ta ndryshoj asnjë gjykatë. E çka po përpiqet të ndodhë brenda kësaj gjykate është shtrembërimi i historisë, sepse edhe baza mbi cilën u ndërtua kjo gjykatë, që është raporti i Dick Martit, doli një raport i gënjeshtër me plot të pavërteta për trafikim të organeve nga ana e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Dhe mbi këtë bazë u ndërtua kjo gjykatë.